Vdekja e Skënderbeut dhe pushtimi Osman që pasoi menjëherë detyruan shqiptarët të emigrojnë në vende të tjera. Kolonitë e para të larguarve u formuan në Italinë e Jugut. Ani se shkuan atje, shqiptarët e njohur si arbëresh ruajtën elementet e veta kombëtare. Kështu tha historiani Frashër Demaj në referencën e tij gjatë konferencës së përbashkët shkencore, Diaspora shqiptare dhe çështja e Kosovës 1912-2008, që u mbajt të martën në Institutin e Historisë Ali Hadri në Prishtinë. Arbreshet në përditshmërinë e tyre ruanin gjuhën, kulturën, traditat, zakonet dhe ndjenjen e fuqishme për paraardhësit e vet të vjetër dhe për heronjt e tyre, siç ishte Gjergj Kastrioti. Më vonë, gjatë historisë, shqiptarët do të zgjidhin edhe Egjiptin për të emigruar. Këtë e bën edhe dy figura kombëtare, sipas historianit tjetër, Eduard Caka. E rëndësishme elitave edhe shqiptare emigrojnë drejt Egjiptit, do përmend vetëm 2-3 emra kryesorë këtu. I pari është Ismail Qemali që shkon 2 herë në Egjipt, i dyti është Fanoli, i cili shkon vitin 1903 dhe nga Egjipti niset pastaj për me shkuar në Amerikë. Arsyet pse shqiptarët shkuan në Egjipt ishte niveli i zhvillimit të këtij shteti, por kishte edhe një diçka tjetër. Prania e shqiptarëve në Egjipt ose në Misir ishte një nga vendet më të pasura, siç e përmendi edhe kolegu i Perëndurisë Osmane, nis që periudhën osmane të shekullit 15 dhe në vijim, por prezenca sigurisht që rritet sidomos në kohën kur pushtetin në Egjipt e mori Mehmet Aliu. Temë boshtë e kësaj konference shkencore ishin diskutimet mbi rolin e emigrimit në formimin e vetëdijes kombëtare shqiptare.